Maqedonia do t'i zbatoj praktikat e mira të Slovenisë për përshpejtim të reformave në administratën publike. Ministri Goran Minčev me homologun e tij nga Slovenia Frank Props nënshkruan memorandum për bashkëpunim, duke thënë se së pari duhet të merren shembujt e mirë nga vendet e rajonit për shkak se vendi është në fund për nga zbatimi i reformave. Këto ditë edhe euroambasadori Mihajlis Rokas tha se ka vonesë në zbatimin e reformave në administratën publike. Обуките и едукациите на нашите службеници, од кои што можеме да ги користиме добрите практики од Република Словенија. И овој период кој што касниме, бидејќи во регионот, Република Македонија е последна по реформите во јавните администрации, да го искористиме нивното искуство и од земја која што е на крајот на листата да стане земја која што е во топ 2 или 3 земји од регионот во реформи во јавната администрација. Në Sloveni, numri i administratës është rreth 180.000, që është për rreth 50.000 më shumë se vendi ynë. Ministri Frank Props tha se për administratë efikase nevojitet që të ketë bashkëpunim edhe me të punësuarit. Ključni poudarki bodo na izboljšanju učinkovitosti javnih storitev, modernizaciji upravnih procesov in krepitvi digitalizacije. Poseben poudarek namenjamo razvoju kadrov, saj je kakovosten, strokovno usposobljen in motiviran javni sektor temelj uspešne javne uprave. Gjatë këtij muaji dhe më së voni deri në muajin e ardhshëm duhet të miratohen 2 ligje për reforma në administratën publike, pas çka do të miratohen edhe 3 ligje, por ajo që duhet bërë është riorganizim të punësuarve sepse siç tha Minčev, në pjesë të institucioneve ka numër tepër të madh të punësuarve ndërsa në një pjesë tjetër mungojnë të punësuar.